Kurse sot do të ndalojmë tek vajza, e cila ajo duhet zgjedhë për bashkëshortin e saj disa kritere, që me qëllim që jeta e saj të jetë një jetë e plot, e sakt, e përsosur, pra që do të thotë të bëj zgjedhjen e dur. Kjo është logjika e kësaj. Përmendën dietarët që vajza në momentin që vendos për t'u martuar, për t'u lidhur me bashortin e saj të ardhshëm, duhet t'i plotësojë ose t'i ketë parasysh këto pika. E para është shohi fen e personit. Pra, vajza duhet zgjedhë një djalë musliman. Një djalë musliman që do thotë të jetë me besimin islam. Sepse Zoti Xhelel Xhelalu na tregon ajetin kuranor kur thotë: mos u martoni me paganët, derisa të bëhen besimtar. Dhe thotë Zoti Xhelel Xhelalu vazhdon ajeti kuranor thotë: dhe sklavi besimtar është më i mirë se pagani, edhe nëse ky i fundit mund t'ju pëlqejë. Ata ju therrasin në zjarr, kurse Allahu me mirësinë e tij ju therret në xhenet, e falet të gjunaheve. Ai u shpjegon njerëzve shpalljen e vet që ta mendojnë atë. Pra, Zoti Xhelel Xhelalu në këtë ajet kuranor i bën thirrje si mashkullit ashtu dhe femrës, po në mënyrë të veçantë vajzës që për bashortin e saj të ardhshëm të jetë me besim islam, pra të jetë musliman. Që do të thotë, thënë dietarët e islamit, që e ka haram muslimania të lidhet me një bashkëshort që nuk i përket besimit saj musliman. Ai mund të jetë, pra e ka të ndaluar me një njeri që nuk beson, me një njeri që është një besimi tjetër. Jo, nuk shkon. Duhet patjetër që muslimania të lidhet me një musliman. Kjo është prej besimit ton islam. Nuk ka lidhje kjo ke puna harmonisë. Nuk ka lidhje se harmonia, bashkohania nuk funksionon. Ne mund të martohemi me dikën që mund të jetë e krishtere, nëse lejohet, pra mund të lejohet kjo gjë. Dhe thonë dietarët interpretimin e japin, po pse? Sepse muslimani i respekton gjithë profetët, një nga interpretimet. Muslimani i respekton gjithë profetët, kurse një muslimane që martohet me dikën që nuk i përket besimit saj, që nuk e ruan ose nuk e respekton profetin e saj, nuk funksionon lidhja në këtë rast. Kjo është një interpretim. Dhe interpretimi tjetër që japin dietarët është se në përgjithësi bashorti është ai i cili ka autoritetin për të funksionuar ose për të drejtuar. Nuk mund ta drejtojë një besimtare, një jo besimtar. Për këtë arsye dietarët me këtë ajet kuranor e kanë ndaluar që të lidhet ose të ketë një lidhje martësore midis muslimanes dhe jo një njeriu jo musliman. Kjo është e para. Pra që do të thotë ajo vajzë e cila do të martohet, që është besimtare, duhet të ketë parasysh që për bashortin e saj të zgjedhë një musliman. E dyta është të jetë njeri i rregullt, ose të ketë parasysh që të martohet me një njeri të rregullt, fetar, i cili i përmbledh atë moralin, kulturën, dhe janë shumë elemente. Pra, në përgjithshmja të qenurit fetar. Kjo është logjika e kësaj. Sepse Zoti në ajetin kuranor thotë: "E femen kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun." Thotë, ai i cili është besimtar me atë që është i çthurur nuk krahasohen. Pra ai që është fetar me atë që është i çthurur nuk krahasohen, thotë Zoti Xhelel Xhelalu. Pra që do thotë se nuk mund ta barazosh kur ti do të bash një zgjedhje për të ardhmen tënde, nuk mundesh dot që ti barazosh thosh edhe ky fetar, edhe ky i cili është i çthur, që nuk përmbahet rregullat fetare, janë njësoj. Jo, nuk janë njësoj. Sepse Zoti Xhelel Xhelalu e ka ndarë. Prandaj dhe profeti alayhis salatu wasalam në një hadith thot profeti ankihul akfa. Thot profeti alayhis salatu wasalam, martohuni me ata të cilët janë pak a shumë barabartë me ju. Pra nëse ti je një fetare, zgjidh një fetar për ty. Nëse ti je një muslimane, patjetër një muslimane. Pra
zgjidh atë që është në nivelin tënd. Pra, do thotë që një vajzë nuk mund të zgjedhë për bashortin e saj një njeri të shtur, një njeri i cili është alkolist, pianec, një njeri i cili gjithë ditën los bixhos, një njeri i cili s'man asnjë lloj përgjegjësie në kurrizin e tij për familjen, nuk shkon. Një njeri i cili gjithkohon është përdorues ose një narkoman. Ti do të prishësh familjen tate me këtë. Nuk duhet të shohësh gjatë, mos u mahnit nga pamja e parë, nga bisedat e para. Nëse është njeri i cili ka këto probleme dhe këto vese që është i çtur, larg. Shiko alternativa tjera. Sepse Profeti Ali sallallahu alaihi wasallam kur na tregon në këtë hadith që vajza duhet të zgjedhë për bashortin e saj njëri i cili përshtatet, pra fetar, i mirë, që nuk ka huqe, që nuk ka kuptimin e huqes, që nuk ka këto huqe se dakor, dikush mund ketë, por këto janë probleme që rrezikojnë shpërbërjen e familjes në të ardhmen. Prandaj edhe Profeti Ali sallallahu alaihi wasallam po na tregon që besimtarja duhet kur të zgjedhë sepse do të mendoj edhe për fëmijët e saj. Se përgjithësi fëmijët kanë ose i ngjajnë ose i përshtaten ose marrin shumë nga babai i tyre. Pra që do të thotë ti duhet të shohësh edhe duhet të mendosh edhe për brezat që do të vinë nga kjo lidhje. Prandaj thot Profeti Ali sallallahu alaihi wasallam në hadith, thot kullu mauludin yulidu ala al-fatra. Thot çdo fëmijë lind me natyrë të pastër islame, por janë prindit ata të cilët e devijojnë, i japin kulturën apo i japin besimin e gabuar, kulturën e gabuar apo i japin drejtimin e gabuar. Pra që do thotë se vajza duhet shofi për të ardhmen e saj. Patjetër që një njeri i çtur nuk mund ta ruajë shenjtërinë e bashortë të saj, ti. Pra nuk mund zgjedhë një grua, një vajzë, një njeri të çturur, një alkolist apo një njeri i cili e shpërbën familjen sepse ai nuk mund ta ruajë shenjtërinë e saj. Dhe për këtë arsye, ku erdhi një person tek një dietar dhe i thotë, kanë disa persona thotë duan të fejohen me vajzën time. Çam sugjeron? I thotë ky dietari, i thotë zgjidh për vajzën tënde atë njeri i cili është devotshëm, pra fetar, e ka frikë Zotit, mundohet ti përmbat këtij besimi. Thotë sepse thotë nëse do ta doj ose do ta dashuroj vajzën tënde, do ta nderoj atë. Por nëse thotë do ta urrej atë, thotë nuk do t'i bëj padrejtësi. Pra kjo është logjika e kësaj, që dashuria ka nderim, por nëse nuk pugjen njerëzit me njëri tjetër, nuk i bëjnë padrejtësi njëri tjetrit. Kjo është logjika. Pra do thotë që zgjidh për babai për vajzën e tij, por dhe vajza për veten e saj, do zgjedhë një njeri të kësaj natyre, një njeri të mirë, i cili është fetar që nuk ka këto probleme. Prandaj thot Profeti Ali sallallahu alaihi wasallam në hadith, thot, nëse ju vjen dikush, thot Profeti Ali sallallahu alaihi wasallam, i cili realisht është një fetar i mirë dhe është njeri me moral të mirë, thot, martojeni atë. Ose për ndryshe, nëse nuk ndodh kjo, do të ketë sprova ose do të ketë fitnë në tokë. Pra, nëse një njeriu të mirë nuk do t'i jepet vajza, apo një vajza e mirë nuk i jepet një njeriu të mirë, pra çrëntohet kjo punë. Pra njeriu i mirë martohet me një njeri jo të mirë, ose kjo vajza e mirë martohet me një njeri jo të mirë, do të ketë çoroditje. Pra që do thotë do të ketë prishje, nuk do të ketë jetë gjatësi familja dhe do të shkëputet, pra do të ketë ndarjet e kështu me radhë. Prandaj dhe Profeti Ali sallallahu alaihi wasallam në këtë rast na tregon dhe na orienton që personi i cili është fetar dhe ka moralin, patjetër që është një nga kriteret që njeriu zgjedh për jetën e tij. Thot një nga dietarët e mëdhenj, thot ai person i cili marton vajzën e tij me një njeri të çturur, thot dije se e ka ndërprer lidhjet farefisnore. I njeri i çtur do thot ai njeri i cili nuk i njeh kufit. I njeri i çtur do thot ai njeri që nuk i shenjtëron traditat apo besimet që ndodhin, besimin që ndodhet
tek ajo familja ose tek ajo kulturë që ai ndodhet. Pra do thotë që momenti që ti e vendos vajzën atje, dije se në të ardhmen mos të duket çudi të shkoputen kjo lidhje farafisnore apo të futet urrëtie midis familjeve. Thonë dietarët, po si duhet ta njohë vajza që ky djalë është fetar ose ky djalë është me moral. Patjetër që ke shoqëria ku jeton njeriu duket qartë. Dhe jo vetëm ku jeton, po me kë ai shoqërohet, patjetër që ti merr një informacion të duhur se kush është filani. Prandaj thot profeti alayhi salatu sallam, el mar'u ala dini khalili, falyanzur ahadukum man yukhalil. Thot njeriu është me fenë e shokut. Prandaj thot le të zgjedhë njeriu me atë që tjeti kujdesshëm njeriu me atë që shoqërohet. Sepse kur njeriu shoqërohet me një shoqëri të mirë, i mirë do të jetë, do të ndikohet, do të bëhet i mirë. I njeriu i cili jeton ose shoqërohet me shoqëri të keqe, nuk mund ta ruaj mirësinë e vet, se ajo shoqëri nuk ta lejon dot që ti ta ruash atë mirësinë. Pra një njeri i cili jeton dhe shoqërohet nga mjezin dark me ca pianec, nuk mund t'i them që ky nuk pini gotë. Nuk funksionon. Një njeri i cili jeton apo shoqërohet me ca njerëz të cilët janë përdorues të narkotikës, nuk mund t'i themi që ky njeri është i rujt, ky nuk punon ose ky nuk bëhet pjesë e kësaj. Nuk funksionon. Sepse vetë shoqëria ta ofron, ta imponon, të detyron dhe ti je i detyruar që mos sot, nesër apo pas nesër ti da bash veprim të tillë ose për ndryshe të ndahesh. Por këto, prandaj dhe profeti alayhi salatu sallam thotë, shiko se njeriu është me fenë e shokut, pra me kulturën, me traditën, me karakterin me atë që ai shoqërohet. Kur ai shoqëri e mirë është i mirë, nuk e lejnë dot i njeri negativ që ai të bëjë veprime të këqija, se s'ta lejnë dot shoqëria. Pra njerëz të mirë nuk e lejnë njeriu në keq bëjë veprime të këqija, se e ndalojnë. O ndalojnë dhe bëjnë të mirë ose për ndryshe përzejnë. Në anas jeltas. Dhe shoqëria e keqe nuk mund ta lejojë një njeri të mirë të bëjë vepra të mira, se nuk funksionon me atë shoqëri. Mund ta bëjë herën e dytë, por herën e tretë ndalojnë ose e largojnë. Prandaj dhe profeti alayhi salatu sallam na thotë kujdes, shihni me kë shoqëroheni dhe nëse ti realisht do të shikosh një person se kush është ai, se çfarë morali ka ai, se çfarë feje ka ai, shih me kë shoqërohet. Kush janë ata njerëz të cilët i rrin vërdall, rrin ai me ata, shoqërohet me ta, dhe e kuptoj se kush është personi në këtë rast. Pika e tretë që përmendin dietarët është që vajza do të ketë parasysh tek bashkëshorti i saj, thënë dietarët është mundësia. Çfarë do thotë mundësia? Thot profeti alayhi salatu sallam i hadith thot, o djema, kush prej jush thot, ka mundësi të martohet, atëherë thot, le ta bëj veprim tillë, pra le të martohet, sepse është më i mirë për shikimin e tij, është më i mirë për nderin e tij. Nëse nuk ka mundësi, thot profeti alayhi salatu sallam, atëherë le ta agjeroj, sepse agjerimi për të është mburoj. Pra çfarë do të thot fjala mundësia në këtë rast? Mundësia ndan dy gjëra, në dy aspekte thënë dietarët. Aspekti i parë është vendqëndrimi. Pra ai djalë, pra vajza do të shohë që djali, që ky djalë ka i vend banimi, ku ai qëndron, ku ai jeton. Nuk ka rëndësi se sa luksi apo modeste është. E rëndësishme është që ka i vendqëndrimi një dhe ka dhe një punë që ai angazhohet, punon. Pra që do thotë që ai merr të ardhura për të përballuar jetën familjare. Duhen të shiku këto dy element, pra e para është shtëpia dhe e dyta është puna, sepse në momentin që djali nuk punon, ose zot na ruaj, ka shumë djem që sot janë bë parazit, as nuk përballojnë dot familjen e tyre ose bën diçka thjesht për tu ose jetojnë kurriz të prindërve tyre, apo ku diun të pleqjve tyre duke i marrë pension apo rrogën e tyre dhe ai vet as i kontribut, nuk mund të martohet një vajzë me ideal tim. Pra do ta ketë parasysh. Po pse? Sepse Zoti thot në Kur'an, "Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa." Burrat thot kanë autoritet ndaj bashkëshorteve, ndaj tek familja e tyre. Po pse? Se kështu i ka dalluar Allahu dhe një nga gjërat është se ato japin, shpenzojnë, investojnë për familjen e tyre. Një djalë i cili nuk investon,
dhe ndodh e kundërta, gruaja investon dhe burri nuk investon më, po rri, patjetër do ndodhin ndarjet. Sepse u ngatruan rolet. Dhe kur ngatrohet roli, burri merr rolin e gruas dhe gruaja merr rolin e burrit, patjetër që në këtë rast kjo grua nuk ka më nevojë për këtë burr, edhe ndahet. Prandaj dhe vajza para se ta bëjë një veprim tillë, duhet të jetë e kujdesshme. Zgjedhë një burr i cili është që ka një vend strehimi, por ndërkohë ka dhe një punë. Pra që do të thotë përpiqet që të ketë një burim për të përballuar jetën e tij. Dhe e dyta që përmendën dietarët është që mundësia në këtë rast është edhe mundësia që quhet fizike, psikologjike, shpirtërore. Pra do të thotë që ai duhet të jetë i gatshëm, pra të ketë mundësinë për të qenë i gatshëm për ta përballuar një jetë që ai do të marrë përsipër. Pra do të lidhet dhe ky djalë është i gatshëm për ta përballuar, pra e ka mundësinë qoftë fizike, po qoftë dhe morale, është i përgatitur për të përballur me një situatë të kësaj natyre dhe për të dalë me sukses. Prandaj vajza duhet të shohë për atë djalin e saj ose për atë bashortin e saj që do të zgjedhin në të ardhmen, që ky djalë realisht është i vetëdijshëm për veprimin që po bën. Se ke shumë djem apo dhe vajza anasjellës që po bëjnë një veprim ose po martohen ose po lidhen me njëri tjetrin dhe nuk janë të vetëdijshëm për veprimin ose për përgjegjësinë që i përket. Pra, do të thotë që është i vetëdijshëm për ndërtuar familjen, është i vetëdijshëm se do t'i furnizojë Zoti me fëmijë dhe këto fëmijë duan atë rolin prindëror, edukativ, investim, janë gjëra të cilët njeriu e parapërgatit veten e tij për ta kryer ose për të bërë veprim të tillë. Prandaj duhet patjetër që njeriu duhet ta ketë parasysh këtë gjë. Dhe thon dietarët, po si mund ta dallojë vajza një bashort i cili ta kuptojë dhe ta dallojë që ky njeri e ka këtë mundësi. Bisedat dhe diskutime që bën me djalin e kupton se ky njeri e ka këtë mundësinë, ky njeri është i gatshëm për ta marrë këtë përgjegjësi dhe për të bërë veprimin e duhur, plus kësaj shikohet dhe jeta e këtij personit. Pra që do të thotë në këtë rast jeta kush është që ky njeri para se ta bëjë veprim të tillë ka pas ndonjë përgjegjësi apo ka qenë thjesht në ombrellën e dikujt tjetër, çka ka dashur kanë dhënë dhe ai asnjëherë s'ka qenë gati të bëjë veprim të tillë. Pra që do të thotë shikohet jeta e personit. Ka qenë punë dhe kur ka qenë punë, ky njeri i ka dalë për zot asaj punës vet, ose ka marrë punë përsipër dhe ka zhvilluar dhe ka integruar atë punë dhe ka dalë me sukses. Pra shikon shumë element duke hetuar, sepse kjo është logjika e vajzës që të pyeset dhe të interesohet, jo vetëm vet, po edhe të çojë edhe njerëz të tjerë për të pyetur se personi i tillë është në këtë fazë apo jo, sepse do të bëj një vendim ose do të marrë një vendim për të ardhmen e saj. Dhe kur merr një vendim për të ardhmen tënde, patjetër duhet ta hulumtosh çështjen në detaj. Kjo është e treta që ne përmendëm. E katërta përmendën dietarët është prejardhja. Do të shohi me djalin që lidhet ky djalë nga kush familje dhe nga kush fis rrjedh. Sepse është e drejtë nëse vajza është me familje ose me fis që ka vlera, patjetër duhet të shikojë këto element. Pra do të thotë që duhet ta shikojë se ky nga rrjedh dhe nga kush familje vjen ky djalë. Pra do të thotë kur themi nga kush familje, do të thotë që vajza nuk do të shohë këtë durët e djalit se sa ka pasuri apo jo, por duhet të shohë sjelljen, moralin, kulturën e familjes, pra atë virtytin që ka pas kjo familje, nuk është çështje vetëm ke pasuria, po ke vlerat që përmban dhe ka përcjell kjo familje brez pas brezi, dhe kanë nxjerr njerëz me vlera dhe me mirësi. Prandaj edhe në këtë rast shikohet edhe ky aspekt që vajza do të shohë tek bashorti i saj i ardhshëm.